Vizatimi dhe piktura ka mbledhur bashk fëmijë nga qytete të ndryshme të vendit. Sot ata kanë ndërtuar pemën e jetës, por çdo vizatim për të vejlit sjell argëtim. Kam vizatuar dorën time, po e pres dhe do shënoj emrin dhe do ta ngjisi Xhaxhi Piktore aty te pema. Mua më pëlqen të pikturoj gjëra parahistorike, më shumë. Dhe lëndina të mëdha me lule me pemë. Çfarë ndjen ti kur vizaton? Çfarë ndjen? Unë ndjej shumë emocione. Sepse se di si do më dal vizatimi. Për piktorin Kosta Zhonga, raporti fëmijëve me vizatimin dhe pikturën shkon përtej argëtimit. Të vegjëlit përmes lapsit dhe bojrave në letër, shprehin botën e tyre të brendshme, u rritet përqendrimi. Kjo i ndihmon ata të zbulojnë talentin e tyre. Arti, jo vetëm piktura. Muzika, çdo gjë zhvillon kreativitetin tek fëmijët. Ka shumë fëmijë, cilët janë mbyllur tek vetvetja. Madje ka edhe fëmijë të tjerë që ndikojnë shumë mirë edhe tek ata që janë me autizëm. Hapja e klubit të artistëve të vegjël pranë qendrës tregtare Concord ka shtuar së fundmi interesin e prindërve për të aftësuar edhe më tej fëmijët në këtë profesion që në moshë të vogël. Vi nga Laçi, djali im është në klasë 2, Mari quhet, e kishte shumë për zemër piktorin, edhe mendova ta sjell sot. Mbas sot është dita e parë, ta ambientohemi me vendin, me adresën dhe do të mendoj ta sjell dhe më vonë herë tjera. Sa mori vesh që sot do vinin të bënim këtë emisionin, u ngrit që shpejt që në 6:30, ndihet e lumturuar, ndihet e kënaqur. Që prej muajit shkurt të këtij viti hapësira Tring Art Club në ambientet e Concord Center pret të gjithë voglushët që e kanë për zemër artin e pikturës.